Mirë se erdhet e Alda's Corner. Shumë e mërkuar e keqe për gjithë. Mirëmëngjesi mama. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dashuri. Good morning. Good morning. Dashuria ime. Pse o zgjove kaq herë ti më mama? Beka. Pse o zgjove kaq herë? Jeta ime. E bukur. Je shumë e bukur. Po. Të duaj shumë. Becky, I love you. Becky, bëj xhiro kukullës. Becky. All this? Oh my god. Who has big foot? Mr. Roy has big foot. Mr. Big, yes. Good. Tell him. O dasuria ime. Do kështu goca. Becky. Mos pëse po dorën pis. Po dorën pis. Hi. Hey. Becky. Po bosh pis. I put the fridge here. Now let's clean your hands. Look here. Mirë se erdhet e Alda's Corner. Se si qysh tek është ky emër, do e ndaj me juve gjatë kësaj videos, por fillimisht t'ju them gëzuar, qoftë një vit sa më i mbar për të gjithë ju, dhe uroj ta keni nisur mbar, edhe nëse nuk e keni nisur mbar, uroj t'ju shkojë mbar. Unë mezi po pres që të nis tamam rutinën time. Deri dje kam qenë full me njerëz në shtëpinë time. Dje ishim në Tiranë tek prindërit e mi. Babi im kishte ditëlindjen, edhe shkuam e festuam atje, ndërsa data tjera të para të vitit të ri kemi patur njerëz gjatë gjithë kohës dhe unë kam qëndruar
vetëm në shtëpi. Maksimumi kam dalë për kafe këtu afër. Kështu që sot zyrtarisht me datë 5 fillojmë punën, fillon rutina, siç e shikoni. Unë vesha uniformën që do më shoqëroj shumë gjatë këtë periudhë, këtë vit, sepse një nga qëllimet, ja do i zbulojmë qëllimet e këtij viti një nga qëllimet e mia është të jem sa më fit. Pra, jo për të dobësuar, jo për të mos, nuk e di se çfarë mund të mendoni, por për të ndjerë mirë veten time dhe për të patur një trup sa më të bukur. Kur fundja kemi mundësi ta bëjmë, është gjynaf mos ta bëjmë. Kështu që një nga qëllimet e mia është të dukem shumë fit. Kam ngrënë shumë keq, baklava, panetone, çdo lloj ëmbëlsire të mundshme. E dija që do vi janari, e dija që unë do filloj regjimin sërish, e dija që unë nuk do marr fare më sheqerna, kështu që thash, një javë le të bëhet nami, të bëhet ç'të bëhet. Dhe kam ngrënë që ta heq gjithë atë nepsin për gjithë vitin deri në dhjetorin tjetër. Kështu që jemi gati për të nisur një video, një jetë healthy dhe çdo gjë tjetër. Të gjitha do t'i ndajmë së bashku një nga një këtu në YouTube. Yay! Kafën e mëngjesit sot me burrin, normalisht na ka munguar pak rutina e përditshme. Ndryshe nga vitet e tjera flas që Alda ka nisur vitin duke bërë vlog. Wow! Kur them që do mbaj premtimet, mbaj. Mjaft nuk I kemi mbajtur. Rikthehemi rutinës, jo vetëm punës dhe detajeve të tjera, por edhe ushqimi. Jam shumë e lumtur që kam zgjedhur të bëj këtë regjimin. Mbasi jo çdo ditë ose gjatë gjithë muajit e mbaj strikt, nuk e mbaj strikte, sepse dua ta ndjej edhe të mërzitem shpejt me këtë dietën, por më ka bërë shumë mirë që të balancoj. Unë për shembull, edhe pse ishin tani festat dhe unë kam ngrënë shumë keq, nuk e shikoj me sy që shumë pak kam fryrje, normalisht nga gjithaj ushqimi, por në të vërtet e sigur që nuk kam shtuar as kilogram. Jam diku te 3 muaj që 3 deri 4 muaj që e njëjta peshë, nuk e kam ndryshuar dhe kjo është gjë shumë e mirë. Mbase jam ngushtuar në perimetër, mbase jam shfryr, por në të vërtet pesha ime nuk është se ka lëvizur. Tani, unë dua që në shpirt të humbas diku te 4-5 kg. Duhet I humbas, që edhe në qëse unë do kem momente që s'dua ta mbaj dietën, ose mos të kem maksimum të shtoj 1 deri në 2 kg dhe të jem prap mirë me veten, mos kem këto probleme të shëndosha. Gjë që nuk ndodh vetëm për rastet e festave ose tetori, nëntori, kështu, që thot vitin tjetër, gjatë pranverë jam super mirë me pjesën e ushqimeve, pra haj gjëra shumë të lehta dhe kam shumë kollaj, ndoshta në dimër, sikur influencohesh që ta prishësh pak atë regjimin. Kështu që dua të paktën të humbas 4-5 kg. Unë jam 70 tani, dua të shkoj 65, që unë të jem pesha ideale, të paktën për në verë. Gjatë dimrit më pëlqen të jem 68, edhe 70, mirë duke, por që dua të humbas jo kilogram, por dhjamin e mbetur. Mbase mund të jem dhe 68, por kam humbur të gjithë këtë zonën e bashkët që kam këtu. Kjo më shqetëson më tepër, nuk dua ta kem, më shqetëson. Tani normalisht unë s'kam shumë kohë nga lindja, por dua që ta heq pak këtu te kofshet anash, anësorët, celuliti normalisht, edhe kaq, por si peshë, si trup jam shumë okay. Sot për dre kemi quinoa, shikojnë pak me ton peshku. Janë shumë të lehta. Këto janë brusketa. Se po I hedh këto. Dhe një portokall, gjithmonë ka frutat e sines. Ky regjim. Çdo ditë është ndryshe. Dreka nga darka ndryshe. Edhe po mundon vërtet që të kem një regjim strikt
është gjë që s'kam bërë as një janar këtë. Nëse të gjitha vitet e kaluara, unë kam thënë janar, se kam kohë për para, kam pranverën, për në verë, kam thënë këtë herë, mjaftueshëm, e kam prishur 5 ditë dhe mjaft. Do filloj palestrën, do mbaj ushqimin dhe realisht do t'i mbaj dhe nuk është thjesht një premtim koti kështu publik. Madje mundohem t'i bëj publike disa premtime se aty nuk me le ego dhe them shiko se unë kam thënë duhet ta mbaj ndryshe nuk dal vajzë e mirë. Gjithsesi janë gjëra shumë që mund t'i menaxhojmë këto premtimet menaxhueshme. Realisht e vetmja gjë që unë dua këtë vit është që të ndihem mirë dhe të kem atë trupin që mbasi se kam patur as kur kam qenë vajzë, mund të kem qenë e dobët, por nuk është se kam patur një bark me muskuj ose vite të rrumbullakta ose ku diun. Të gjitha vajzat kanë dëshirë që të kenë një trup të mirë. Nuk dua të kem muskuj gjithandej, nuk dua të kem një trup tamam femëror. Por të jetë i rregullt, vitet të jenë të ngritura, barku të jetë i shesht, mjaftueshëm, bukur, që mund të ndjem mirë edhe në plazh në verë, jo se jam ndjerë mirë, por thjesht mendoj se e kam këtë mundësi që t'ja jap vetes, ta gëzoj veten nga kjo anë. Edhe tani që mendoj të paktën që 10 vjeçar nuk bëhet fjalë që unë të kem fëmijë të tretë. Unë mendoj se e kam mbyllur, por që nuk i dihet kurrë. Mendoj që është momenti dhe koha që mund t'ja jap këtë kënaqësi vetes, se këto vitet e fundit nuk ja kam dhënë. Mund të kem qenë mirë kështu me trupin, mund dukem që jam e dobët, jam dobësuar. Edhe juve ju dukem sikur jam dobësuar nga që më shumë kam qenë aktive mbasi kam lindë Roj, gjë që unë kam shtuar në peshë edhe me Rojin dhe me Bekin, i zbrit ato kilogramët, por nuk ka qenë ai trupi perfekt sepse nuk është se jam marrë me palestër nga puna. Pastaj Beki shtova sërish kilogram. Edhe mbase më thonin që je dobësuar nga që gjithmonë më keni përfituar të mbushur. Nuk më keni parë para se unë të lindja, se nuk kam qenë fare aktive. Kështu që është momenti të jem sërish ajo vajza, ajo goca me trupin e bukur. Sot na ka bërë kafe Aili. Lum ai që do të marr, lum ai. Të është më vërtet në fakt me bë kafe të ekspresi. E nuset e sot. Ja, të lumshin duart, faleminderit. Mirëmëngjesi nga dita tjetër sot. Kam vendosur edhe mikrofonin dhe nuk e di nëse dëgjohem se ka dhe zhurmë këtu te dhoma, por më duhet të dal edhe nuk doja që televizja nga puna që bën këtu te dhoma ime. I është futur me themel siç e shikoni. Dhe thash me qenë se po bëjmë gati, flasim pak se s'kem folur fare. Dje nuk kam filmuar fare, po fare. Dje ishte dita ku përmbys Durrësi. Nuk e di nëse besoj keni marrë vesh edhe nga lajmet, nuk e di nëse jeni që jetoni këtu apo jo, por ka qenë një ditë shumë e ngarkuar, e keqe për gjithë ata që sidomos ju janë të mbytur shtëpit, ndërsa ne fatmirësisht nuk kemi patur asnjë lloj dëmi dhe problemi përveç se të njëra nga magazinat më të mëdha tona që sa kishin vendosur një furnizim të ri, rrezikoi të përmbytej. Dhe ne dje jemi marrë për t'i lëvizur të gjitha furnizimet që kishim lënë te ajo magazina edhe për t'i dërguar te magazina tjetër, sepse rrezikoi dhe në fakt nëse ne do i kishim lënë aty do ishte përmbyt, se është përmbytur ajo magazina. Dhe ka shkuar gjithë dita kështu, duke marrë magazinën me gjërat, jo ndonjë gjë interesante për të filmuar, s'kemi patur. Edhe thash tani që do bëhem gati për t'ikur në Tiranë, se do ikim në Tiranë sot, shikoni pak gjendjen time sa skandal që është. E sigur që e kam nga sheqeri, se nuk më është bërë kur kështu. Edhe
Thash paktën sot, me qenë se Durrësi vazhdon të jetë i përmbytur, nuk kemi dot të bëjmë asnjë aktivitet tjetër, të merremi me dyqanin e Tiranës, të shkoj atje, të dal, sepse kjo gjendje kështu po na streson më tepër. Do të thënë, kështu nisi viti, e kuptoni, sa e rënd për gjithë ato që jetojnë në Durrës, dhe sidomos që kanë patur përmbytje në shtëpi, nuk dua as ta imagjinoj se sa e rënd është, por gjithsesi duhet ta marrim çdo gjë me pozitivitet, është diçka natyrore dhe s'kemi çfarë të bëjmë. E di që keni shumë pyetje që kërkojnë një përgjigje. Shumë veta më kanë shkruar pse s'kemi vlog. Unë mora pushim, ju pata thënë që javën e parë 2 do e marr pushim të janarit, se çdo gjë ishte shumë intensive në dhjetor dhe duke qenë se bëra shumë logje, tani është momenti që të marr pak pauzë, pavarësisht se unë kam filluar të filmoj, por nuk po jap vetes këtë stresin ose atë gjendjen që duhet ta pasoj patjetër këtë datë, këtë ditë. Domethënë, nuk e di nëse do vazhdoj e njëjta gjë si në dhjetor, datat e postimeve, por e rëndësishmja është që unë të jem aktive disi, por nuk dua t'i vendos vetes trysni, sepse dua ta filloj me qetësi këtë vit, edhe mos ta ndjej si diçka që më ngarkon ose më lodh, kur është krejt e kundërta. Kështu që po mundohem edhe ta shijoj, edhe të postoj kur të mundet të bëhet editimi dhe këto detajet e tjera. Tani ky është këndi i ri, por është rrëmuj sepse ka ngritur krevatin, po pastron poshtë të gjitha gjërat që janë poshtë krevatit, se unë kam me kuti këtu poshtë dhe mund të fus gjëra që nuk më duhen, edhe është pak rrëmuj. Dita nuk është fare e bukur, është shumë e mbyllur si ditë, edhe normalisht nuk është ajo drita super e bukur natyrale që mund të kem unë për videot e mia, por praktikisht kjo është. Gjithsesi, mua më pëlqen ai këndi që isha atje, por dua ta testoj veten dhe ty ky këndi i ri, jam më rahat paktën, mbas edhe për të folur. E di që po prisni t'ju tregoj se si lindi at Alda's Corner. Ka lindur shumë natyrshëm, shumë bukur, dhe arsyeja pse vendosa direkt këtë është se ishte lidhur ngushtë dhe shumë bukur kjo gjëja. E keni parë që erdhi mikesha ime nga Athina, Stiliana, dhe qëndroi 2 ditë. Një natë këtu tek shtëpia jonë dhe një natë tjetër ishte nata ditëlindjes që qëndruam tek hoteli. Natën që erdhi te shtëpia ime, kishte bërë një foto me Rojnë dhe Bekin të këndi ku unë bëj gjithmonë videot, edhe Get Ready With Me në TikTok, por edhe videot e YouTube-it aty ku bëhesha gati make-upi. Pra, këndi im i përhershëm në të gjitha videot e mia. Dhe kishte postuar një foto në Instagram, në story, ku e kishte thënë, jemi te Korni, dëmthënë at Alda's Corner, jemi te këndi i Aldës, që zakonisht e gjithë e kam parë që unë bëj video dhe ai është këndi im. Pra, jo i gjithë familjes, por i imi, që ndaj shumë gjëra me të gjithë ju. Edhe i bëj replay, e postoj dhe në Instagramin tim, ka qenë fix një ditë mbasi unë kisha postuar atë vlogun, ku kam thënë, ju lutem më ndihmoni të gjej një titull, një emër, për të gjitha vlogjet e mia mbas janarit, pra mbas dhjetorit për në janar e mbrapa. Edhe njëra nga ndjekësat më shkruan, domethënë unë totalisht nuk e kisha fare idenë se çfarë po bëhej, por që unë marr Instagramin dhe hap ai momenti që unë kisha për të hapur mesazhet, edhe shikoj, njëra më kishte shkruar, ja ku e ke titullin, ta ka gjetur shoqja jote. Dhe më thash, çfarë po thot, se çfarë gjeti shoqja ime, kupton? Isha komplet në ajër, nuk po e kuptoja dot. Futem lexoj edhe një herë atë që kishte shkruar ai tur Stili, se kur e lexova në fillim nuk është se më bëri përshtypje, pra, ka bërë diçka, ka shkruar diçka që është reale, por nuk është se më shkoi mendja as mua as asaj që kjo gjëja mund të kalonte gjitha ato pritshmëri, gjitha gjërat që mund të donim neve. E lexoj me një sy tjetër dhe thash, at Alda's Corner. Po, se në fakt unë jam kjo hapësira këtu, këndi im,
të tipit, jo vetëm Etalda's Corner te ajo pjesa aty që unë bëj zakonisht gjërat, por në të vërtetë ky kanali im është tamam si ajo gjëja që hajde shkojmë te Alda ose hajde shikojmë videot e Aldës, të ky nuk është me patjetër të ky këndi, por shikojmë atë gjën që ka postuar Alda, kudo që ja ka postuar, çfarëdo lloj gjëje që ka bërë, ajo është një pjesë dhe një hapësirë e Aldës, që është kanali im. Edhe thash, okay, stili, si mendon, e vendosim këtë. Edhe, okay, me qenë se lidhet ngusht edhe misia jon, edhe ideja, gjithçka, thash, do ta vendos at Alda's Corner. Dhe thash, pse jo, le të krijojmë diçka të bukur, të re për kanalin, edhe New Year, better me, not new me. Edhe, okay, ja ku jemi. Më pëlqen shumë tani me thoni juve se si ju duket, si ju tingëllon, sepse mua kur e rilexova, më tingëlloi shumë bukur. Është fiks ai këndi i Aldës, ky kanali im është këndi i Aldës. Pra po shkoj tek kanali i Aldës, edhe shikojmë çfarë ka bërë Alda sot, çfarë ka për t'na treguar e kështu me radhë. Me jepni ato përshtypjet, ndjesitë e para se si ju tingëlloi kjo gjëja, a ju pëlqen dhe juve? A kishit ndonjë version më të mirë, edhe pse unë e lash pa ndërhyrje, e lash fiksi që e kishte shkruar mikesha ime tek story dhe thash të jetë një kujtim i gjatë i asaj, sa herë shikon videot e mia, të kujtoj se ky emër lindi rastësisht nga ajo dhe u bë diçka pak më e madhe. Kështu, tani më thoni juve ndjesi që keni kur e shikoni këtë titull. Ndërsa për dhuratat e ditëlindjes, e di që jeni të interesuara, por që doni se unë i hapa shpejt e shpejt të nesërmen edhe e prisha të ndjesinë e dhuratave, i pash vetë dhe pastaj iku. Tani, unë dhurat vetes i kam bërë këto vëthët me gur diamanti, që mua më pëlqen shumë dhe doja t'i bëja përpara ditëlindjes që unë të shfrytëzoja. Nuk kisha shumë gjëra në mendje, t'i bëja dhurat vetes, por isha duke menduar se çfarë dhurate mund të më hyjnë në punë edhe për ditëlindjen edhe për përdita. Pra një dhuratë që ta kujtoj sa herë shikoj, siç është dhe dhurata Rogeti, që është Jonaza Diamantit, besoj e keni parë të gjithë, nuk e di. Është gjëja më e bukur që kam patur ndonjëherë në jetën time, shumë e bukur. Vajzat e mia të punës kishin bërë një zarf. Dhe ato po presin që unë t'i blej diçka vetes time që ta quaj dhuratë nga ato. Ato e dinë shumë mirë se gjëra që unë kam dëshirë janë gjatë të kushtueshme, edhe thjesht nuk kanë marrë mundimin fare të marrin diçka që ndoshta nuk do më pëlqente. Por gjithsesi dhuratat janë dhuratë, mua do më pëlqente gjithsesi se është gjë estetike. Por nuk e prisja që do blenin diçka, se janë shumë të vëmendshme, e dinë se mirë se çfarë mua më pëlqen, por janë treguar dhe pak kështu me ma lënë mua në dorë të blej çfarë dua dhe ta quaj dhuratë nga ato. Gjithsesi mezi po pres që mund të blej diçka që ta mbaj dhe ta kujtoj shumë gjatë, ose mund të blej diçka tani për pranverë, nuk e di, do shikoj. E kam ruajtur atë zarfin atyre. Edhe shoqet e mia, disa të tjera kanë sjellë zarf, disa të tjera kanë sjellë dhurata, që për momentin nuk i mbaj mend të gjitha. Po më kujtohet vetëm kjo dhurata e Brigildes që më ka sjell diçka për Amitjen, shumë e bukur për ta vendosur te zyra, edhe produktet nga Min. Unë në fakt nuk i kam provuar ende dhe kam qenë shumë kurioze për të provuar, se shikoja edhe review në TikTok dhe pse jo, është një brand shqiptar, pse mos ta provojmë. Edhe më pëlqyen kështu paketimin, gjithçka ishte shumë e bukur. Plus që është diçka që unë do e përdor, vajzat vdesin për make-up-e, edhe normalisht është një pjesë e jona, që çfarëdo lloj gjëje të jetë, është e preferuar. Dhe kështu të tjera nuk i mbaj mend tamam tani, sa e keni parë, më vjen të gjitha në mendje. Përveç pjesës se pjesa më madhe më kanë dërguar zarf, më kanë futur zarf, lek. Por do mundohem ato lekë që unë kam blerë për ditëlindje të blej diçka që vërtet të kujtoj ditëlindjen, jo të prish kot. Kështu që e kam ruajtur dhe atë zarfin, po pres tani duke qenë se vjen pranvera, mund të blej një gjë shumë të lezetshme,
për pranverë, verë që mund ta shijoj gjatë gjithë kohës. Tani pyetjet janë të shumta dhe doni të dini shumë. Mund të më bëni edhe poshtë kësaj video çfarë doni të dini më tepër. Për ndryshimet tona të reja do flas më vonë, nëse kam dhe këtë në zonë, nuk dua të flas tani për momentin. Do flas se di që jeni të interesuar të dini se si po gjendemi, si po shkon. Por do flas, patjetër që do flas, kemi mjaftueshëm kohë që të flasim për çdo gjë, avash avash. Thjesht ju bëni pyetje që unë të kem parasysh çfarë duhet të tregoj dhe çfarë nuk duhet të tregoj ose çfarë harroj. Kështu që po, do i marrim me radhë të gjitha. Kemi një vit të gjatë përpara që do ta bëjmë tonin. Unë po marr veten me të mira sot, se para meje kam një pamje përmbytëse gjithandej ka ujë. Do më thonë, nuk është përmbytur lagja jonë, është shumë okej, thjesht e shikon vetëm pellgje që ka vende që ka goxha ujë, edhe nuk është e hishme dhe e mirë, të kujtohet në gjithë situata e djeshme, por që siç thash do marrim vetëm me të mira, nuk e di se si do shkoj kjo video. Unë po mundohem të filmoj, aq sa kam për të treguar gjërat të bukura. Gjërat që janë pak më pak të bukura. Nuk dua ta filloj vitin kështu duke treguar ato gjërat pak më të bukura, më pak, nuk e di se po kuptohem, se jam pak edhe e shpërqendruar nga kjo zhurma që unë kam këtu. Nuk e di nëse ky mikrofoni po funksionon apo jo, se nuk kam kohë as ta shikoj, se tash po bëhem gati e po bëj video, po paktën mos të kjo paleta e mi që nga super bukur, pëlqen që ka xica, ka ngjyrat e tokës. Për këtë cornerin këtu që unë do gjithmonë pak xicë, super, edhe praktike për ta marrë me vete. Tani e ka radhën kjo paleta që është highlighter, bronzer dhe blush powder normalisht, nuk është kështu kremoza. Tani ky blush është pak si shumë i ndezur dhe i hapur, për verë është perfekt, por tani nuk e di nëse duhet të vendos ose të rrezikoj. Se kam përshtypjen është shumë roz. Nuk është ideja që t'i bëj shumë roz. Po e vendos kështu, shikoj se mos ka shumë. Okej. Më pak. Vendos fillimisht e dora. Më thash që nuk është drita më e bukur sot, por do e rregullojmë. Do bëhem e mbar për më bukur. Sot ishte edhe çik rëmuj këtu edhe për shpejt mendon ta bëj këndin më perfekt të mundshëm. Pash ju kishte pëlqyer ky kënd i ri me make-upet e mia, më thënë drejtë mua më pëlqeu shumë, ka dalë shumë bukur, edhe estetikisht bukur, por edhe që në të vërtetë më kryen funksion. Kam liruar goxha zgjerat tjetër dollapit. Tani po përdor highlighterin. Mos jesh shumë e exageruar. Do të vendos pak më pak masën. Më desh të fikja ring lightin, sepse nuk po shikoja dot se sa jam lyer. Po më duke sikur vetëm po vendosja dhe prapë s'kisha vënë make-up, kuptoni? Krem dhe pak vetullat. Tani që e fika dritën më mirë po më duket. Me këtë dritë natyrale më mirë. Kam kuptuar që o do përdorish vetëm dritë natyrale ose vetëm ring light. Të dyja bërë sikur nuk dalin bukur. Tani do vendos pak laks të bardhë tek zona e syve. Ai highlighteri nuk ishte shumë i mirë, pra nuk ishte i preferuar nga unë, sepse nxirrte si ato highlighteret e nuseve. Diori është më i miri sot për sot. Është shumë natyral dhe shumë e bukur. Shkolla është pushim, roja është pushim, nuk e di. E nisëm shumë mirë vitin dhe ky moti na dha një kol, po më duket mua.
që të dukemi sikur jemi prap ato pushimet e vitit të ri. Që të bësh, nuk ke çfarë të bësh, kështu e kam jeta. Tani do bëj edhe pak buzë. Nuk është make-up më bukur që unë kam bërë, po më duket sikur po e bëja për herë të parë. Nuk kam lëre fare këtë ditë, jam munduar ta lë fytyrën të qetë sepse kam patur akne këtë periudhë dhe jam e sigurt që e kam nga sheqeri. Për fakti që jemi pushim dhe të puna dhe shkolla, më jep prap ndjesinë sikur jemi për vit 3. Gjë që nuk e duhet se është mjaftueshëm pushim. Se duhet të nisë viti kështu, nuk e di. Gjithmonë ka nisur viti ose me ndonjë gjendje gripale shumë të rënduar, ose me një mosh shumë të keq. Ajo java para ose pas. Jam të bëj video. Hello. Say hello. Si jeni? Që po haja? Që po haja? Kikirink. Më pëlqen make-upi sot. Mm. Ha, mos thuj kot. Për zotin? Ti Ke- se kur e ke bën gjithmonë vend ka pëlqyer më shumë. Po, Është vërtet apo jo? Thuje. po më duket sikur po lyem për herë të parë, se u bë ta javë ta ditë. Që për ditëlindjes jam lyer. Si rregull për pa bëlysh për 2026 do. Po, kaq me ka për herë të parë po bë. Për këtë vit. Vet. Përveç se për ditëlindje nuk jam lyer. Edhe kam ndryshuar këndin, e shikon që kam ndryshuar këndin. Po. Shumë bukur. Pëlqen këto, drita. Perfekt. Do bësh gati ti? Ne do ikim se zorim sot gjithë ditën brenda, se nuk rri do, domethënë, nuk kap hangth. Tani kam përvendosur vetëm lip gloss, që është ky lip plumper, që make-upi të shkëlqej. Po, do vendosë këtë setting spray. Ky jep edhe një shkëlqim. O zot, vetëm lajme për mbytysh. Që nuk e dua fare t'i dëgjoj. Kap një lloj ankthi. Se du t'na kap ankthi pa fillu viti më sot. Tani të krejfim flokët dhe të bëjmë gati pa vetëm të vishëm. Se gati janë gjithë. Jam gati. E di pse më pëlqen shumë ky kënd i ri, se shumë, këtu kam dhe lulet, një nga buqetat e ditëlindjes. Çuditërisht të gjithë kishin ardhur me buqetat e bardha, sikur e kishin bërë me fjalë. Dhe arsyeja pse më pëlqen ky kënd i ri është se unë mund të ulem kështu dhe jam shumë rehat për të folur, për të bërë unboxing ndonjë gjëri që unë do blej. Doja nisi me blerje, po jo, po i thoj Rogertit. A di kush është dëshira ime kur jam kot? Vetëm të dal të blej dhe aty unë karikoha. Dil, më tha, më ble. Ishte djeg ky muhabeti. Ku të dal? Nëse sot do ikim Tiranë, më shumë si do kaloj edhe nga Zara, se do kthej një palë çizme që nuk më rrinin fare mirë, që kisha porositur online, edhe një palë taka që nuk më bënin. Edhe mbase do shikojmë, maksimumi po kalova te Zara Home, se aty te Zara nuk është se kam ndonjë gjë për bler. Dhe shikoj një gjë të bukur për shtëpinë,
që të nisim bukur vitin, ose të nisim video në YouTube me ndonjë unboxing. Kjo është e gjitha. Tani tiki unë? Bëjmë gati unë. O zot, me si pres që të vi sërish mobilieri, të më rregulloj këto 2 zyrtarët këtu. E mbani mend se nga video e fundit që ju tregova që nuk e di si çfarë ka ndodhur kur është rregulluar kjo tavolina, që zyrtarët nuk rrin drejt, rrin kështu për poshtë. Por mobilieri dini se vjen vitin tjetër. Kjo është problemi, unë të vuaj edhe pak. Por rëndësi ka që u krijua kjo zona dhe kaq kjo më intereson. Jam bërë dhe gati. Kjo është veshja ime për sot. Ma po më pëlqen shumë. Është ky bomber nga koleksioni më i ri i Amityville Studio, t-shirti gjithashtu Amityville Studio dhe një palë xhinse që kam marrë tek Massimo. Edhe çanta. Kjo është veshja ime për sot, më thoni si ju duket, ika tani se kemi shumë punë para për të bërë. Ha? Ç'është? Ç'është? Shive? Pëlqen? Të pëlqen? Wow! Sa e bukur! Me emrin Çoko! Çaj të surprizë, s'është për mua. Oroj, po Çoko është i joti? Është i joti apo? Sa kam marrë në shtëpi, tani do ndrohem. Nuk kam ngrënë asgjë sot edhe më dhem shumë koka, normalisht se kur je pa ngrënë asgjë. Por nuk e di se si iku kjo dita sot, nuk e di fare. Gjithsesi, do ju tregoj, nuk është se ju marra shumë vete sot, isha me Fionën, u takova edhe me Rogertin, mbaruam disa punë, disa gjëra në Tiranë, edhe pastaj u kthyem, tani është ora diku 7 po shkon. Në shtëpi. Nga nice më kishte ardhur kjo dhurata, thash ta ndaj këtu me juve se i keni shumë qef këto gjërat e gocave. Më kishin dërguar disa make-upe, shumë të domosdoshme. Këtu ishte një serum, unë para disa vitesh e kam përdorur Estée Lauder, disa nga produktet e skincare, edhe më ka pëlqyer. Ky serumi ishte për night repair, kështu që më duhet. Dhe këtu kemi një tjetër produkt, është për të hequr make-upin. E kam hapur. Nga Estée Lauder kam edhe këtë korektorin. Produkte që vërtet na bëjnë shumë punë. Kemi një rimel. Unë nuk është se përdor shumë rimelin kur jam me X-Station, por kur nuk jam, ky Isla e kam përdorur, e kam provuar dhe më përpara, shumë mirë. Lapsat, këto janë lapsat më të mirë nga Nice. Unë kam njërin nga këto, ka 2 vite që e kam, dhe Nice më ka ngopur me lapsa. Për 2 vitet e ardhshme nuk kam nevojë për lapsa të tjerë, i kam gjitha nuancat. Këtu nudin, pak më kaf, pak më roz, janë yll. Super vlen këto se i kam provuar. Dhe fundit fare nga kjo kutia është ky blashi kremos nga Anastasia. I love it. Më pëlqen shumë. Të ishin produktet që më kishte nisur Nice. Gjëra goxha të nevojshme për ne gocat. Çfarë bleva tjetër? Atëherë, kalova tek Something bashkë me Fionën dhe po shikoja disa vëdh piercing dhe shikojni pak. Mora një për këtë vrimën
këtu për mos të mbyllur, po thash ti kombinoj me vëthët e mi. Dhe nga kjo ana tjetër, 2 të tjerë, kjo si krah engjulli, pra kjo këtu, dhe gjithashtu një tjetër me të varur. Bëra këtë treshën që duken shumë bukur. Tani më thoni dhe juve, mua më pëlqen shumë se si duken. Mora këto 2 unazat e vogla për të kishti vogël. Shkojnë sa të bukura. Yll. Këtë e kam patur, por thjesht e patalon aty për të më larë para 3 muajsh dhe unë thjesht nuk kam patur kohë të kaloj dhe vendosa këtu bashkë me këto unazën tjetër, shikojni. Dhe mendoj që ky kombinimi të dora është perl, shumë e bukur. Më pëlqen. Ndërsa te kjo dora tjetër, normalisht nuk ka nevojë të vendosim asnjë gjë tjetër. Mendoj më vonë të bëj diçka normalisht me diamant këtu, të vockël, për ta patur vetëm te ky kishti. Po për momentin do ta lë bosh dhe kjo tjetra kështu. Më pëlqen se si rrin kjo tjetra. Pra, të dua ta mbaj pak më jo të mbushur shumë, se kemi edhe këto këtu. Dhe kjo dora tjetër kështu. Kaq, po, edhe diçka ti se thash pse kaq pak. Mora dhe një palë vërë të tjerë, i mora kështu me kuti se doja ti që paketoja, super cute. Tani ju thash që me lekët që unë mblodha për ditëlindjen do blej gjëra që do t'i mbaj. Këto janë disa nga këto. Mora këto bizhuteri, nuk e kisha ndërmend që të merrja kaq shumë. Shkova vetëm për të bler vëth, që t'i vendosja te këto vrima që mos më mbylleshin. Edhe normalisht po futa aty, rrembehesh edhe shikon gjithë ato gjëra të bukura. Mora dhe këto nazën këtu, më pëlqen shumë. Unë i pëlqej shumë te ky kishti, edhe te ky kishti këtu. Shikoni kush ka ardhur këtu. Oh, që unë kam marrë mali. Merë këtë. Oj, jeta ime. Hiqe pipin, atë ka thë mami, jo me pipin. Hiqe pipin, ka thë mami, hiqe. Që kisha për t'ju të regu tjetër unë? Po, vëthët, nuk ja të regova. T'ju të regoj vëthët, ishin shumë të bukur. Shumë timeless, edhe për do një kombinim, për momentin për përdita do mbaj këto që kam, por nëse unë do kem do një mega outfit. Mama, prit mami, 1 minutë. Mama. Janë këtu. Shikojni sa të bukur. Shikojni pak. Sa yll, nuk e di, pëlqen shumë. Kishte edhe të zezë dhe kaf, po këtë nuancën si krem, përveç se më shkojnë shumë tani me këto flokët, më duket sikur nuk është e parë shumë. Jo, mami, nuk t'i jap këto, lutem. Edhe mendoj se janë shumë unike. Për shembull, janë vëth të thjesht, në fakt brend janë dhe këto, brend i kam marrë. Këto këtu për shembull, po është perl, gjë e parë. Ajo është shumë e lezetshme se është një lloj ngjyrë kremi që më pëlqen shumë. Edhe mama. E hodhe. E hodhe, mami. Tani të ndërroha mund se jam super e lodhur. Të lodh kjo Tirana dhe pse kisha shumë nevojshme. Goqa ime, bukra ime, bukra ime, nusja ime. T'ju tregoj pak shtëpinë e Çokas, shikoni sa e bukur është. Shumë e bukur, por nuk e dini se do qëndroj këtu. E kam futur brenda, po se di sa gjatë do qëndroj. Sikur se ka qef një herë. Mbasi i duke shumë çuditshëm.
O Qoko, kjo është super shtëpi, mama. Është super. Shumë e madhe, e prisja pak më të vogël. Shkoj një salar që vjen. Nuk e di nëse do e lëm këtu, apo do e lëm të dhomarojt. Tash... Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Po mundon të sistemoj këtë kamerën. S'po bie rahat më duket. Edhe pak skincare, tani të bëhem gati. Çfarë doja unë? Sot dita është shumë më mirë se dje. Nuk ka rënë shumë shi, shumë pak mbrëm. Edhe uroj që çdo gjë të natyrës të stabilizohet. Kemi filluar punë sot, se dje dhe pardje i zënë pushim stafit, se pjesa më madhe nuk ishin nga të kalonin, se rrugët e Durrësit ishin bllokuar. Kështu që sot jam rikthyer punës. Unë tani po bëhem gati të dal faktikisht, sa mora me disa gjëra në shtëpi, por nuk kisha punë që të dilja herët, kështu që jam okay. Thjesht tani po mundon të bëhem gati. Kjo fytyra ime thjesht po më trajton çdo ditë. Nuk është më si më përpara. Uroj sa të kaloj kjo periudhë kështu si weird, më thënë janari gjithmonë ka qenë kështu kot. Por sa vjen e bëhet më kot më duket. Sidomos me këto përmbytjet, pak ishim shumë rëndë me motivimin, pak na duhej kjo gjëja dhe e kënaqem. Unë jam munduar të filmoj, jo aq shumë sa herë të tjera. Duhet pak kohë që ta rimarr sërish veten. Duhet që të krijoj një rutinë, ende nuk e kam krijuar, sa u mundova këtë javë të krijoj një agjend me të gjitha gjërat. Prap ndodhi kjo përmbytja dhe shumë gjëra u anulluan dhe u shtyn normalisht. Kështu që edhe këtë javë thash të bëhet ç'të bëhet, nuk kemi çfarë të bëjmë. Ndodhi si ndodhi. Po e marrim me qetësi derisa vërtet të stabilizohemi dhe të futemi tamam në rutinë dhe të kemi sistemuar rutinën. Tani unë flas për veten time, shikoni këtë video, po dua të di dhe pak më shumë për ju, si ka nisur 2026, planet e juaja, keni ndonjë qëllim që e keni vënë vetes. Okej, s'po flasim për ato sekretet, por që dua të hap një kanal YouTube për shembull, ose dua të bëm influencer, ose dua të nis TikTokun ose Instagramin, ose nuk e di, të nis dietën ose të nis palestrën, ose nuk e di se çfarë keni në qëllim, që edhe në pamundësi që keni patur më përpara këtë vit i jepni më shumë vëmendje. Ma thoni dhe juve, sepse dua të di dhe unë. Jo vetëm ju të dini për mua, të di dhe unë për juve. Sot për herë të parë do provoj këtë. O sot, unë jam e fiksuar, sikur s'kam. Sa marrë një gjë të re, dua ta provoj direkt. Nuk e di nëse e keni dhe ju këtë fiksimin. Sa pink. Okej, se shkremoz, besoj se do përhapet. Ky është shumë i bukur për në verë, se unë bëj shumë blash, edhe në verë dhe në dimër, më shkon shumë. Edhe kur isha jo ka shumë bjonde, po dhe tani që jam shumë bjonde, më shkon shumë që të jem sa më ëmbël, ta mbësoj pak make-upin. Më thoni tani si ju duket make-upi, unë akoma jam stabilizuar. Kjo është një ndër arsyet pse unë bëj shumë ndryshime drastike, sepse nuk mësoj kollaj me veten time dhe më duhet pak ta përqesoj. Pak kohë. Edhe jo se s'më pëlqen vetja kur bëj ndryshime, se gjëja më e mirë që na jepet në jetë është që ne të marrim guximin dhe të guxojmë. Pra të guxojmë, ajo është diçka shumë e mirë kur guxon, sepse ti e provon veten në shumë dimensione, aspekte të ndryshme që më përpara ndoshta nuk do e bëj dot. Është gjë e mirë që ju të paktën deri në një moshë të caktuar ti keni bërë disa gjëra që më përpara s'do guxoni ti bënit. Shikoni, prapë mendoj se është shumë rast. Unë sot thash nuk është se kam shumë gjëra për të bërë, nuk do bëj shumë make-up,
shpejt e shpejt sa për të lyer pak dhe përfundoj duke bërë një super make-up me janë disa hapa që ti nuk i gjbën dot, ti unë ose do vendos vetëm një skincare të mirë ose do bëj pak make-up se vinë ato hapat natyrshëm që ti bësh. Edhe kështu shkon puna. Po mendos ky problemi që nuk më pëlqen asnjë nga këndet, sepse jam mësuar të ky këndi jemi, edhe drita dhe këndi çdo gjë tjetër më duket më mirë këtu. E mbarova make-upin tani, të vishëm dhe të dal. Kam kryer edhe flokët. Pa cover telefon dhe po rreshket. Ja dhe këtu shumë bukur. Ja, këtu është këndi perfekt. Do të thënë drita shumë mirë. Nuk e di pse aty nuk më det shumë mirë drita. U bëra dhe gati, tani dalëm. Kjo është veshja ime për sot, kostumi në material stofi në ngjyrën gri. Duket kështu me çizme që e kam kombinuar fix për shiun e durrës. Bravo! Shikoj një pak se si e ka për Çoko këtë koltukun tim. Bravo, Beki! Po sa goce mirë je ti, më mama? Je shumë goce mirë. Të vesh çizmen. Bukur, a? Po. Çoko? Mirë. Mirë të Dora.